Kishte disa paragjykime në lidhje me persona të cilat ata do të donin të verifikonin procedurën e emërimit të tyre, duke i konsideruar qoftë ata si persona apo qoftë procedurat e emërimit të tyre si të paligjshme apo ata si persona të dyshuar për aktivitete të paligjshme dhe veprimtari kriminale. Ne mendojmë që nëse do ta pranonin kërkesën ashtu sikur ishte formuluar, do të cërnonim një parim kushtetues që ka të bëjë me prezumimin e pafajësisë. Ne jemi të gatshëm që të bëhet çdo lloj verifikimi hetimi parlamentar në lidhje me procedurat e emërimit të çdo punonjësi në administratën publike pas një lloj kufizimi. Dhe kjo çfarë ne ofrojmë është më shumë se çfarë kërkon Partia Demokratike. Akoma jo, kërkon një formulim konkret me shkrim dhe besoj që deri ditën e njëjtë shpresoj që të gjejmë një zgjidhje të bashkët. Ne i bëjmë thirrje dhe i bëjmë sërish thirrje mazhorancës t'i lërë lojrat politike për të shmangur dhe për të mbuluar emërimet e atyre personave në pikat kyça të kalimit kufirit dhe që kanë lidhje me narkotrafikun. Çdo lojë politike e cila synon të mbroj verifikimin e ligjshmërisë së këtyre personave e implikon akoma më shumë qeverinë në këtë proces. Ne ja bëm të qartë mazhorancës në konferencën e kryetarëve se e drejta për të formuluar objektin është ekskluzive e opozitës tash. Objekti është i shkruar e zeza mbi të bardhë dhe objekti synon hetimin e qeverisë që ka emëruar këta persona. Çdo shtesë e këtij objekti, çdo ndryshim i këtij objekti që shmangen nga ky qëllim i opozitës, pra qëllimin për të hetuar zyrtarët që kanë emëruar, sigurisht që nuk mendoni se mund të gjendet një riformulim që mund të kënaqë të dyja palët? Çdo lojë politike që do të synojë shmangjen nga transparenca, nuk do të pranohet nga opozita.